Në prag të afatit përfundimtar të vendosur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për deklarimin e koalicionit zgjedhor Lidhja Demokratike e Kosovës, ka dalë me një qëndrim të qartë publik, duke mohuar çdo marrëveshje politike dhe subjekte të tjera. Përmes një deklarate zyrtare për mediat, LDK-ja bëri të ditur se nuk ka asnjë marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës dhe as me ndonjë parti tjetër politike për bashkëqeverisje në kuadër të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Partia thekson se deri më tani nuk ka marrë pjesë në asnjë proces partijak që synon arritjen e një marrëveshje politike, duke hedhur poshtë çdo pretendim apo spekulim për negociata të fshehta apo marrëveshje të mundshme. Në deklaratë, LDK-ja sqaron se çdo marrëveshje që mund të pretendohet jashtë strukturave të saj nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të partisë, por përrjedhoi nuk krijon asnjë detyrim politik për të. Sipas saj, vendimarrja politike është e centralizuar dhe zhvillohet vetëm përmes mekanizmave institucionale dhe transparent. Çdo përpjekje për ta anashkaluar strukturat zyrtare të partisë nuk mund të sigurohet marrëveshje me LDK-n, theksohet në deklaratë duke nënvizuar rëndësinë e respektimit të procedurave të brendshme. Në përfundim, LDK-ja thekson se antarësia dhe struktura e saj janë të përqendruar në procesin e ringritjes politike dhe organizatave, duke bërë të qartë se asnjë agent tjetër nuk mund të devijojë në fokus në prag të zgjedhjeve.